Kam sjell recetën e picave të mbyllura, të pjekura në tigan, në një mënyrë shumë të veçantë, në një përgatitje thjeshtë, lehtë. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht përgatisim brumin e picave në një enë të madh dhe shtojna 2 gota nga 200 ml me miell. Përgatitja është shumë e thjeshtë, nuk ju merr shumë kohë. Shtojna miellin, shtojna një lugë gjelle me sheqer, një lugë gjelle me majë buke, të pluhur unë jam duke përdor, qofse përdorni të freskët do përdor në gjysmën asaj katrore, një lugë të mesme me krip, dikon rreth 2 lugë gjelle me vaj, një gotë 110 ml me qumësht të vakët, dhe për formimin e brumit na nevojitet ujë i vakët, masat e ujit nuk dihen asnjëherë fikse. Vetëm se e shtojmë dhe e përzijmë brumin. Shtojmë nga pak edhe punojmë brumin derisa ta formojmë një brum si të bukës. Kam punuar brumin, është bërë një brum me trashësi mesatare, tash e mbuloj në enën, kështu, me foli najloni. Dhe brumin e lojmë që të pushoj në ambient brume për 35 rreth 40 minuta. Brumi ka pushu mjaftueshëm, e largoj tash nga ena. Hedhim miell tek fundi dhe e kaloj në brumin. Është bërë një brum shumë i mirë. Tash brumin vetëm se pak e rrokollisim tek mielli. Shtoj miell ende, qofse ka nevojë, dhe punojmë brumin mirë. Tash brumin e ndoj në 6 pjesë barabarta. Secilës pjesë tash e hapim formën e një kulaçi duke rrokollis kështu në mirë. Mundohem të jap një formë sa më të lëvizur. Me të gjithë pjesët e brumit veprojnë në mënyrën e njëjtë. Kam punu gjithë kulaçët, tash marr kulaçin e parë dhe hapi. Hapi në një masi dikun sa pjata. Të mundohem që t'jap formën rrethore gjatë hapjes. Kam hap në masinë e dëshiruar. Tash kështu në mes të brumit hedhi keqap. Bushën mund ta bëni sipas dëshirës. Unë do i shtoj gjokë spule, një fejt me sallam, pak kashkavall, dhe origano. Tash bëjmë mbylljen e picës. Kështu, në këtë mënyrë, si përpeqi bëhet mbyllja, vetëm se gjithë qoshët mundohem që t'i bëj bashkë. Nga gjithë anët. Nuk ju merr shumë kohë kjo përgatitje dhe bëhen shumë të shijshme. Tash vetëm se për një herë kapim të gjithë qoshët dhe kështu me majë të gishtave shtypim, që mos del mbushja gjatë pjekjes, shtypim pak me dorë, kështu në këtë mënyrë. Mënyrën e njëjtë vazhdojmë tukje me gjithë
pjesë të tjera të vrupit. Tash me kulaçin e 2, 3 dhe kështu me rend me të gjitha. Dhe bëjmë mbylljen. Vazhdojnë atutje në mënyrën e vet. Kam formu gjithë pica, tash do bëj pjekjen. Pjekjen kësaj rrodhe do e përgatis në tigan. Morim një tigan të lloj që nuk gjet dhe i zjarrin në temperaturë mesatare e nxehim mirë tiganin pa i hedhur vaj. Tigani ka fillu që të nxehet, atëherë kalojnë picat, kështu direkt, pa vaj. Kështu nga dy do bëj përgimin. Njëherë do i përgoj, do i pjeki nga njëra anë dhe më pas do i kthej nga ana tjetër. Picat janë pjekur nga njëra anë, tash i kthejna nga ana tjetër. Janë pjekur shumë mirë, se për pak do i shtoj gjallë tek secila, pak gjallë kështu, jo shumë, por pak. Dhe tiganit ja vendosim kapakun dhe i lojnë kështu për 3-4 minuta derisa të skuqen mirë nga ana tjetër. Picat janë pjekur dhe nga ana tjetër, largojmë kapakun, ja dhe si duken nga ana tjetër, janë pjekur shumë mirë, i kalojmë kështu në një pjatë tjetër. Shohim dhe tjetrën, dhe tjetra është pjekur mirë. Kështu në mënyrën e njëjtë vazhdojnë atutje me pjekjen e gjithë picave. Në fillim nuk ja vendosim tiganit kapakun derisa pjekën nga njëra anë, kur t'i kthejmë në anën tjetër ja vendosim kapakun dhe ju hedhim gjallë. Tash i kthej nga ana tjetër. Ju shtoj gjallë. Dhe ja vendosi kapak. Dhe picat janë gati të largohen nga zjarri. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Pasi kam largu të gjitha nga tigani, sipër kështu ju shtoj pak gjallë, shumë pak. Dhe marr brushën dhe gjalpin e përhapi kështu tek secila. Dhe picat janë gati për konsumim, që ndaj një dhe që demonstroj nga afër se si ka dalë, vërtet ka dalë shumë e mirë,
gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë pica të pjekura në tigan, ju bëfshin mirë. Ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.